sot te zgjerimi i Tiranë-Durrës, faza pasuese, faza 3 që e quajmë ne. Pas dy fazave që janë përmbyllur në mënyrë suksesshme dhe që është e dukshme se pasi trafiku është zhvilluar me 3 kursi deri në mbikalimin e Rinasit, tashmë jemi në punimet për përfundimin e për përfundimin e zgjerimit deri në drejtimin e Limutit. Ami, si ka shkuar punë? Atëherë, Ministër, kjo fazë kontrate përfshin zgjerimin e trupit të rrugës në 3 kursi plus 1 emergjencë, sikurse do ju thatë, pra ato që janë në zbatim në dy fazat e parë dhe që janë hapura tashmë për trafik. Ndërkohë që përfshihet gjithashtu edhe mbikalimin në disnivel ose nyja në disnivel e Laknasit dhe ndërtimi i mbikalimit të ri të Kasharit, që do të jetë me strukturë metalike me gjatësi 94 metër të gjatë. Ecuria e punimeve, ne sot që flasim jemi në 26% punimet situacionore, konfirmuara nga ARSH. Këtu punimet në fakt janë të hapura në disa fronte. Ne aktualisht ndodhemi në frontin ku ndodhet mbushja dhe ndërtimi i boksit dhe i tombinës, ndërkohë që në krahun tjetër të rrugës, pra drejtimi Tiranë-Durrës, ka përfunduar muret mbajtës dhe ndërkohë po vijohet edhe me mbushjen e trupit të rrugës. Ndërkohë, sa i takon nyjes së Laknasit, pasi që thash, ne aty kemi një nyje në disnivel me 4 rampa, pra 2 hyrëse dhe 2 dalëse. Kemi një nyje në nivel që do të shërbej për rregullimin e trafikut dhe të mjeteve, pasi aty në tashmë ne ndodhemi në një realitet që është qendër e banuar, pra përveç se është një qendër tregtare, pa aty është edhe qendër e banuar, pra është një komunitet i madh banues aty, kështu që ka dhe një nyje në nivel për të bërë rregullimin e trafikut. Gjithashtu në këto punime përfshihet edhe ndërtimi i trupit të rrugës për një gjatësi rreth 300 metrë që do të bëj lidhjen e dy nyjeve, pra sajt në disnivel dhe nyjes në nivel të vendosur më poshtë. Ndërkohë ne kemi folur që duhet të gjejmë edhe një zgjidhje ndërlidhjes. Duhet kemi vendosur një rrethrotullim aty rreth mbikalimit të Rinasit që kemi Sakt, Ministër. Sepse është e rëndësishme, e kanë ngritur bizneset dhe banorët që përndryshe siç është projekti, duhet që banorët ose bizneset të shkojnë deri në Vorë ose deri te Casa Italia për të bërë kthimet përkatëse. Ndërkohë ne po përpiqemi që të gjejmë zgjidhje teknike se si të bëjmë aty le të themi një mundësi kthimi për ato banorë për të dalë në nyjen e Rinasit. Pak më parë këtë po diskutonim dhe me kontraktorin, i cili po përgatit një propozim që ta sjellin në këshillin teknik dhe të cilin ne ta vlerësojmë. Po them se duhet parë me kujdes sepse ajo mund të jetë burim trafiku në atë moment dhe që të gjejmë një zgjidhje sa më të përshtatshme. Absolutisht e vërtet, kjo është në fakt edhe gjithë le të themi meraku rezervimi jon aty, sepse hapësira është e tillë që ne nuk mund të bëjmë një rrethrotullim me diametër gjerë që të lejojë aksesimin e rregullt edhe të mjeteve të mëdha, pa kamionët aty që janë mjetën me gjatësi. Ndërkohë, afati i kontratës kur është? Atëherë kjo është kontratë që ka afat 18 mujor, është lidhur në nëntorin e shkuar dhe përfundon në prill të vitit 2027. Pa kjo përfundon në prill 2027. Megjithatë ne shumë shpesh kemi folur për duke qenë se kontraktorët janë duke punuar me ritme të këndshme dhe kjo duket pak edhe me syrin e lirë, por edhe për shkak se kantierët janë shumë të mobilizuar. Ndoshta mund të shikoni mundësinë që nga fundi i vitit ose fillimi i vitit të bënim një hapje graduale të trafikut edhe në kohën ku ka trafik pak më shumë. Absolutisht, ky është prioriteti jonë absolut, Ministër, sepse ky është aksi më i rënduar. Pra ne këtu numërohen rreth 90.000-120.000 gjatë ditëve normale, ndërkohë që gjatë fluksit turistik ky numër shkon deri në 150.000 mjetra. Kështu që absolutisht ky është prioriteti numër 1 i ARSH-s. Mobilizimi është i plot me kontraktorin, ne bëjmë diskutime të vazhdueshme në mënyrë që çdo problematikë që mund të vini në terren, pasi ky segment mbase nuk është i gjatë, por ka shumë vepra arti dhe është shumë kompleks, pasi siç mund ta shikoni edhe ju me sy të lirë, pra ka shumë tubacione ujësiasi, tubacione elektrike, të cilat kërkojnë kujdes të jashtëzakonshëm. Sa i takon nyjes Laknës për shembull, ne aty kemi një shtyllë të tensionit lartë, për cilën jemi në bisedime me ose tonë, cila na gardon suportin teknik, por për realizimin e saj ishte e nevojshme ndjekja e procedurës, të cilën ne e hodhëm në tenderim për një marrëveshje kuadër me operatorë të interesuar për zhvillimin e punimeve për spëstimin e shtyllave të tensionit të lartë. Gjithashtu unë jam në komunikim të vazhdueshëm edhe me
OSHE-n, pasi këtu intersektohen edhe le të themi linjat të tensionit urit apo të mesëm, dhe në mënyrë që asnjëherë puna mos pengohet, neve jemi në kontakt direkt të gjithë drejtorëve e përgjithshëm pra të themi institucione përkatëse, në mënyrë që të adresojmë çdo problematikë në kohën më të shpejtë të mundshme. Për sa i përket shqetësimit të banorëve për 6 kilometrin e parë të Tiranë-Durrës, për sa i përket mbikalimeve të qytetarëve dhe ndërlidhjen e zonave të banuara aty. E di që ju si RSH e keni ndjekur me prioritet, e keni diskutuar disa herë dhe keni patur dhe një procedurë konkurruese për ta përmbyllur. Ku jemi me atë pas? Kjo kontratë ministër është nënshkruar tashmë, sot që ne flasim është nënshkruar dhe do të nisin punime dhe është kontrata e arrendimit urban. Këtu janë përfshira 6 mbikalime, përgjithsisht në pozicionet ku kanë qenë më përpara. Mund të ketë devijime të vogla pa në metra, por jo në distancat të mëdha, sepse tani këto mbikalime janë të gjata 2 fish. Janë 72 metër linear të gjata për shkak të zgjerimit të trupit të rrugës. Kështu që me kontratën e arrendimit urban, ne prioritet të parë dhe absolut kemi vendosën e mbikalimet këmbësorëve, pasi aty janë një komunitet i tërë njerëzve që lëvizin edhe që kalojnë nga një kraj tjetër i rrugës, por kjo si kontratë përfshin shumë elementë, pasi janë barrierat akustike për në qendrave të banuara ose dhe bizneseve, janë riveshjet shtresave asfaltike në mbikalimin e Kaza Italias, është riveshja e tunelit të sheshit Shqiponja, kemi gjithashtu disa përmirësime që ndodhe rrugëve dytësore në nënkalimin e Limutit, gjithashtu është edhe gjithë gjelbrimi. Por patjetër është pjesë, le të themi edhe, duke qenë se jemi në hyrjen e Tiranës, në hyrjen e kryeqytetit, patjetër RSH-ja ka patur një vëmendje të shtuar për ta patur dhe estetike, duke qenë se është edhe porta ndërlidhëse midis Rinasit dhe Tiranës. Dakor, tani shkëlqyer, inxhinier, faleminderit. E shikoj që kantieri është i mobilizuar, thjesht e kemi në vëmendje për mbylljen e aty ku kemi mundësi edhe të atyre problematikave që kanë ngritur banorët. Pra siç e thash aty te nyja Rinasit të vazhdohet me prioritet për sa i përket mbikalimeve që bën edhe ndërlidhjen e banorëve dhe që ka qenë shqetësimi i shtuar, e di që e keni ndjekur nga afër. Kështu që, okay, punë të mbarë dhe faleminderit.